Brezat që vinë ka një punë të madhe për të bërë dhe komplet pamundshme, por ne nuk duhet të ndalojmë spunumi për të tërguar kush jemi ne shqiptarët. Për arsye se fatkeqësisht ne jemi kundër një morie të tërë informacioni, të disinformuar për sa i përket Shqipës, shqiptarëve, lidhjeve tona me ilirët e lashtë dhe çdo gjë ilire është fshi, është zhduk. Edhe bota s'do të na kuptojë dhe s'do të arrijë kurrë të na kuptojë, për arsye se s'do të jetë kurrë në gjendje ku as shqiptarët vetë s'janë gjendje, jo më të artikulojnë, po të besojnë në vërtetën e tyre historike, se s'ka ndodhur ndonjëherë në një vend të botës që t'jetë çdo kush rreth rrotull gjithë bota në një mision për zhdukjen e rrënjeve historike të shqiptarëve, por mos harroni diçka, ku sa do larg që ne shkojmë në histori, vim ke perëndërit më të mëdhaja që kanë ekzistuar, që janë perëndëria romake edhe kjo e otomanëve, edhe ajo e Aleksandrit Madh, edhe dyndja e një bote jashtëzakonisht madhe slave, të gjithë jo vetëm që lidhen në Ballkan, aty ku është Shqipëria, por që kanë Ilirin, Arbërin, Shqipërin, pengesë të narrativit për t'rëguar narrativin e vet. Komandantët dhe generalet e Aleksandrit Madh ju e dini që ishin Ilir. Ishte një nga këto, ishte nga më të famshmit, ishte generali Kleti të Ardanisë. Ptolemet, gjithë këto që ishin Ilir. Kjo nuk e përforcon, por shkatron narrativin grek, që nuk pranojnë as thonë që ishte Maqedonës, që të paktën Maqedonës mund të bësh gjysmë e period e gjysmë ta enkelet Aleksandrin, edhe gjysmë natyrisht 3 pjesë Maqedonës, se babai i Aleksandrit Madh, Piro, djali i Aleksandrit parë, ishte nënën e kishte nga Molosët, nga Epiri, që është edhe kushërir me Piron, me Piron e Madh, me Ilirin e Madh, me Epiriotin e Madh, por që kishin lidhje kushëri me Gronin, me këto fiset këtu, si qushin këto fiset të Karborunit edhe Vlorës me mbretin Ilir. Por baba i tij, pra nuk po flasim vetëm për Aleksandrin që ishte nip nga Molosët, Ilirët e Molosëve, ke familje e Piros, por edhe Aleksandri në të njëjtën kohë, dajat e babës i kishte në Kelet, i kishte nga Korça. Pra, narrative shqiptar, në qoftë se nuk e fshin ata një herë për gjithmonë, kaput çdo lloj fije të asaj që është treguar si histori greke, që e kanë treguar pastaj e përvetësuar këtë mitologjinë dhe historinë dhe letërsinë, artin e çdo gjë greke, romakët e përvetësuan. Por e heq çdo gjë greke e bën ilire, kështu që ka qenë që në kohët e lashta një nevojë e domosdoshme, her mos hershme, me fshi këtë lidhjen ilire, që se kanë fshi kurrë,
kur vinë në Romakët edhe pushtojnë Ballkanin, ato e nisin luftën dhe e marojnë kundër e me Ilirët, aty nis, kundër Teutës, me këto piratët të detit Adriatik. Edhe lufta më e ashpër që tregohet kaq pak që është bona herë në botë dhe më e gjatë, ka qenë lufta 200 deri në 300 vjeçare kryengritjes ilire kundër romakëve. Edhe pastaj ishin ilirët ata që më në fund bohen jo vetëm pjesë, por lokomotiva e perandërisë romake. Me sa vështirësi ne mundemi sot të tregojmë botës që ishin ilirë, por askush nuk shikon lidhjen e helmeteve romake që i përgjithsojnë helmeteve ilire me atë kreshtën e kuqe që ishte kreshta ilire. Askush nuk do të pranoj që Bizantumi e mori atë shqiponjen me dy krena nga bota ilire dhe jo që e morën shqiptarët në kohën e Mesjetës nga Bizantumi me Skënderbeun, nga Bizanti. Ishin shqiptarët, ishin ilirët ata, edhe vetëm kush e kanë Ballkan, sepse në Ballkan mbjetoi kjo ishte e dukshme simboli bizantin, ishin serbët, klanët shqiptare që ishin serb, po nisu, ishin serbët dhe shqiptarët, por ne e majtëm si shtet. E kanë Shqiponjen me dy kokë, e kanë edhe serbët edhe Shqiponjen e bardhë, por po tjetë e tyri e vërtet ata pse çmenden me Shqiponjen kur e bëjnë shqiptarët Shqiponjen sot ku do në përbotë edhe nëjë tjetër me dur. Është Shqiponja dhe tyre, sa nuk është i tyre, është jona. Janë fisët shqiptare që e kanë përcjell kur ato janë bo serb, fisët ilire, që janë bo serb kryesisht gjatë perëndërisë otomane, për me mbjetu. Perëndëria otomane qëndres ka pas botën arbërore, pra ilire që ishte në Ballkan, s'ka pas as hungarezët që kanë bo luftra heroike dhe as një shtet tjetër që se ka rezistu. Pra, gjithkush kërkon me çdo kusht për një kohë jashtëzakonisht gjatë të mos se pranoj elementin shqiptar. Edhe në fillimisht e nxjerrin Shqipërinë dhe shqiptarinë një sajes nga koha Skënderbeut të këtej. Edhe këtu, pastaj bile më vonë kur kësaj nuk e rrinë krijojnë Kosovën, emrin, terminologjinë e Dardanisë e bëjnë Kosovë. Kosovarë që të na bëjnë të ardhur të në shkëpusin neve rronjët, lidhjet, se nuk donë bota slave që ne t'i bohemi prit aty në daljen Adriatik. Pra s'kush tash si mundet që ne të dalim kundrejt një informacioni qëllimisht e në mënyrë konstante të vazhdueshme të disinformuar që nga kohët e lashta deri më sot, nga gjithkush rreth rrotull nesh, edhe nga ne është mësu historia në botë, pra nga zona jonë, Roma, Milaf Italia, Greqia, këtu është vërtet ajo njohuritë mbi historinë e njerëzimit perëndimit. Kjo ka qenë komplet e deformuar dhe bota nuk mundet, nuk është në gjendje të besojë dhe nuk don as të kuptoj që, për shembull, po e kanë dhe masonët e kanë marrë Shqiponjen dy krenare në vitet 1700. Dhe pse e morin? Ne kishim ata, është gjetë në gravurat hershme, e kanë bizantinët, por vetëm ne majtëm, ne kemi flamur se ne kemi pas gjithmonë. Por nuk është vetëm kaq, nuk është se kemi qujt ne vetën bitë e Shqiponjës, ne kanë qujt të tjerë para nesh, Sons of the Eagle, për shembull, në qujnë anglezët, ose kështu në kanë qujt në përsa librat tyre, Sons of the Eagle, por nuk është vetëm kaq. Shikojini me kujdes Skepterin, atë Skipterin, edhe Shqiponjen, është thonë më SK, Skiponje, Shkaba, nuk është thonë më që, është në shekuj gjithmonë qëja dhe këja
është nga truma, është Zeusit, ai që bën zonë për qiell, ai që ja hanë për qiell, është Shqiponia. Tash të gjithë të lidhen kë shikojeni me kujdes. Kë Shqiponia dhe kë Skepi. Skipon, skiptar, skip. Ai që flet me skep, njerëzit e skepit, njerëzit e skepit kanë qenë edhe në Egjiptin e lashtë. Pra, këta njerëzit që kanë lidhje me Perëndit, njerëzit jo vetëm thjesht të Shqiponjës, por Shqiponia, skipteri, skaba, skipteri, këta kanë lidhje edhe në ata që flasin me skep, që skep, gjuhën, skep, njerëzit e skepit. Nga do që të vërtitesh, në qoftë se hymë në ndërgës, se moria e bibliotekave, librarive, kudo që janë flasin kundër nesh, edhe do t'jetë jashtëzakonisht e vështirë që ne të themi të vërtetën dhe do talën me ne. Do talën ato idiotët dhe karagjozët që vetëm ato që mësojnë përmend që u serviret, ato besojnë. Por ne historinë e kemi komplet dëformuar, e kemi ne kur them gjithë bota, dhe është gjithë shka ka qenë gjithmonë në me laf kundër intereseve shqiptare, të fshin çdo gjë shqiptare. Sot i shërben vetëm grekëve dhe botës slave që duan të na zhdukin. Por e gjitha kjo vjen më në fund te Kosova. Emri Kosovë. Ti thush shqiptarëve të Kosovës që mos e pranoni këtë term, disa e mësu, i them shpirti, se mendoj që Kosovë, unë jam kosovar. Ti je shqiptar, je saj krahine që qëllimisht ja është vu emri Kosovë, ja kanë heq emrin Dardani. Shqiptarëve, ata që flasin skip, gjuhën e skepit, gjuhën e Shqiponjës, skiptar, ju a kanë heq ata të qenit Dardan edhe emrin e Dardanis, kurse për vetën e tyre, po prap ke shqiptarët, se shqiptarë janë Maqedoni, shqiptarët janë prap, si ato që janë slavë që janë po bulgar, si që është bo dhe gjysma e serbëve kanë qenë shqiptarë dhe e arbër edhe Ilir, po në Maqedoni, vetëm për Republikën e vetë slavët, e majtën emrin e Maqedonisë së lashtë, por shqiptarëve kur është pura shqiptarë, që se kishin bo serbe, nuk pranun të jalejnë atë emër, Dardani e Dardan, javun Kosovë, po prap, është i zogjës, për shpun, që në kanë vun emër qenë të Sora, që është Kosova në sërbisht, se ju që flisi sërbishtin e dini, prap nuk në kanë lonë për te zogjëve, për te shpendëve ku ishim, po në vend të në thonë Shqipojnë, dhe kanë thonë Sora. Por jemi Dardan, qeveria e Kosovës të është u formu. Ne kemi armiq, ato që kanë luftu gjithmonë për lirinë, ai kanë vrarë të tjerët. Na i vranë ata që bënë revolucionin grek, më shkëput nga bota greke, po na i vrasin, për zgjalli po na i varrosin ata që i dhanë lirinë Kosovës që luftuan, po na i bëjnë armiq, po na i bëjnë agjenta, jo agenti francezëve, jo agenti kështu, çdo lloj forme të na i dënojnë, të na i diskreditojnë, po neve kështu na kanë punu gjithmonë. Por ne s'kemi ndoshta fuqi, ndryshojmë se çdo të bëhet në Hag me këto, por ne kemi fuqinë që ta bëjmë Kosovën ta quajmë prap Dardani, edhe ta quajmë Republika Dardanis, edhe mos i të marrojmë këta, në qoftë se në Kosovë, parlamenti i Kosovës, shteti i Kosovës do të bëjë diçka të madhe, duhet të bëjmë Dardani. E për sa i përket, çfarë gjuhë flisni? Çfarë gjuhë flet populli shqiptar i Kosovës? Flet shqip, ne identifikohemi me zakonet, me racën, janë shqiptar e Dardanis. Dardania duhet bëhet republikë, Dardania ka qenë një nga emrat më të famshëm, më të lodhishëm të historisë njerëzore. Nuk është vetëm deri aty ku mendojmë ne në kohët e vona ilire, ka qenë shtri deri atje.
Nuk duhet ja heqim vetës këtë emër të madh të lavdishëm, nga më të lavdishmi të çdo lloj race njerëzore, më lavdishme se vetë emri i lirë grek është Dardani. Nuk duhet ja heqim vetës. Edhe masi të kemi bërë këto, dhe masi të kemi hyrë në NATO, që duhet hymë sa më shpejt. Edhe qeveria e Kurtit tash duhet rujt balanca për të arrit këta sa më parë. Për shembull, të mos sicenoj aleancat me Turqinë, por të përforcoj akoma dhe më shumë me Perëndimin, kryesisht me Amerikën, edhe Izraelin që s'ka të bëjë fare ndoshta me NATO-n dhe Bashkimin Evropian dhe Perëndimin, por që është njësoj fuqishëm, po të kesh lidhje të mira kështu që thonë këto, që quajnë këto lidhje të jo thjesht diplomatike me Izraelin, të çel dyrët edhe për në Evropë edhe në Bashkimin edhe në NATO, pavarësisht që ose NATO. Pra, duhet jetë një balancë e kujdesshme e politikës së jashtme, është konjullse dhe që do të jetë politikës së jashtme, që ne të forcojmë lidhjet me Perëndimin pa i dëmtu me Turqinë për hyrje NATO, se duhet të kemi mbështetje, duhet të sigurojmë mbështetjen e Turqisë që të bëjë ç'është e mundme. Momentin që Kosova hyn në NATO, siç është edhe Shqipëria, atëherë të dy shtetet menjëherë duhet të bëjnë federatën e përbashkët shqiptaro-dardane. Edhe kjo do bëhet pastaj ajo qendra që do të jap zo edhe besim shqiptarëve të tjerë në Malzi, edhe në Maqedoni, që nuk do të tallen më siç janë tallë me botën shqiptare fqinjët tanë, por edhe një herë Shqiponia ka qenë e jona, është që më kohë të lashta, gjuha jonë lidhet me jo vetëm termi shqiptar, por vetë Shqipja lidhet po prapë me Shqiponjen, me Shqipin, me Skepterin, me Zorusin, por që neve po na i presin jo vetëm këto fijet kaq të vogla, kaq të inda që do jetë tepër vështirë t'ja mushësh me një botës dhe s'do t'ja mushim kur, por ne nuk duhet të spushojmë së kërkuarit edhe vërtetuari këtë qenjen tonë, por neve po na bëjnë edhe sot e kësaj dite gjysmën e kombit të mos e quajnë veten ata që janë dardanët e mdhej, e të lavdishëm që nuk janë zhdu kur edhe akoma që jetojnë, edhe i themi vetes sora, kosovar. Kështu në kanë po neve slavët. Mos i themi vetes marrë Shqiponia, por sora, sa shtu i ka pëlqyer tyre. Edhe ne s'duhet të pranojmë. Akoma dhe sot e kësaj dite kryesisht dardanët që kanë jetu, kanë bjetu, ta quajnë veten Sora, ta quajnë veten Kosovës. Janë Shqiponia e Dardanë dhe duhet sa më shpejt Republika e Kosovës të quhet Dardani. Kështu ne i forcojmë pozitat tona, kurdo që nevojitet që ne jemi pasardhësit atyre që kemi qenë Dardanë, edhe jo diçka që sapo është kriju. Sami Gjoka ju përshëndet.